Zoti Lefter Maliqi ka mbërritur në këtë studio. Zoti Maliqi, faleminderit. Do të qëndrojmë së bashku deri në orën 11 për të bërë një koment për zgjedhjet në 5 bashki të vendit. Faleminderit. Përshëndetje dhe kënaqësi. 18 qendra votimi, tha kreu i KQZ-s, pa transmetim në kohë reale, por që po përpiqen të gjejnë forma alternative për të marrë informacion. Nuk e di, e ke ndjekur procesin, ka nisur për orës 7 dhe mbyllet në 18, jo në 19 për shkak se ka nisur në datat ndryshme nga zgjedhjet e kaluara. E para njërë, këto janë zgjedhje të pjesshme, lokale, ku siç e shihni edhe vetë interesi i qytetarëve pothuajse është në nivelet minimale për pjesëmarrje, pra duke parë edhe në median tuaj brenda 2 orëve votim përqindja është nga 2 deri në 6% në 5 bashkit, që do të thotë edhe opozita e bashkuar, mbas zgjedhjeve të fars të 11 majit, mbas raportit të OSBE-Odirit, që de facto nuk i ka njohur zgjedhjet, janë me shkelje tepër të rënda flagrante. Opozita e bashkuar në këto zgjedhje, në këto bashki që janë drejtuar nga e majta, vendosi që të vendos kandidat të pavarur, për të besoj që arsyeja është e ditur që me Zoti Rama, me këtë sistem, nuk në bën do të zgjedhje të ndershme. Nga të dhënat që unë kam në bashkinë Berat, janë që ka vazhduar i njëjti fenomen, pavarësisht se nuk kanë qenë të dukshme, po sistemi patronazhimit ka bërë punën e vetë dhe çik më ndryshe nga tjerat, pra duke i nxitur qytetarët, sidomos opozitarët, duke kërkuar ndere që mos të marrin pjesë në votime. Pra pjesën e opozitës me fel e nxisin në këtë drejtim. Por unë duhet t'ju them që për bashkinë Berat, unë jam drejtues politik i Partisë Lirisë dhe kam marrë 5222 vota, i vetëm në qarkun e Beratit, por në bashkinë Berat unë kam dalë i dyti me 1470 vota, pra rreth 1500 vota. Sigurisht që unë si drejtues politik i Partisë Lirisë kam bërë punën time me gjithë mbështetësit e mi në zonat Lakut deri në qytetin e Beratit dhe zonat përreth, dhe bëra maksimumin tim për të mbështetur një kandidat me vlera, dhe gjera si që t'i ftoj qytetarët e Beratit që ta mbështesin arkitektin, inxhinierin Pavlo Shkarpa, i cili ka qenë drejtori urbanistikës në bashkinë e Beratit deri në vitin 94, më pas kryetari i shoqatës Antipatrea Berat, ka kontribuar për futjen e Beratit në UNESCO, si dhe në dekorimin e shumë të qytetarëve me vlera. Grafikisht ne mund të shkojmë në Berat për të kuptuar edhe trendin e zgjedhjeve të kaluara. Jemi me Beratin, 55.33% Partia Socialiste, 33.49% Partia Demokratike. Ndërkohë votues në këto zgjedhje janë 82.161 qytetarë me të drejtë vote me këto dy figura, pra janë Ervin Ceca nga Partia Socialiste dhe Pavlo Shkarpa, i pavarur, i mbështetur nga opozita e bashkuar. Sa e bashkuar është opozita për të mbështetur këtë personazh? Tani, problemi qëndron si që nisa që fillim që i bëj thirrje qytetarëve të Beratit që të dalin edhe në këto momente për të mbështetur inxhinierin, por unë sigurisht që jam skeptik për këto zgjedhje të pjesshme, sepse pritesh një ndryshim në Tiranë, por për shkak të gjykatës kushtetuese e cila veproi drejt në bazë të ligjit për anullimin e dekretit presidentit dhe vendimit për shkarkim të Këshillit të Ministrave, që këtu pritej një rezultat ndryshe dhe i fitore e aktorit Binaj, dhe opozita ishte shumë herë me e motivuar. Unë e thash në fillim që 1500 vota të Partisë së Lirisë në Berat do t'i ketë zoti Pavlo Shkarpa, madje edhe më shumë. Kanë parashikimet që ke bërë. Për shkak të detyrës time, nuk e ditë Partia Demokratike, është përgjegjësia drejt për drejt e drejtuesit politik, e deputetëve, e forcave politike. Unë kam marrë 1500 vota në bashkinë e Beratit. Partia Demokratike ka marrë mbi 7000 vota në bashkinë e Beratit, së bashku kandidatët. Nuk e di se si do të jetë rezultati i tyre, por në pjesëmarrje në votime kam informacione që administrata e Partisë Socialiste, e cila vetëm ajo po vete në zgjedhje, madje ka dhe socialistë që nuk do të shkojnë në zgjedhje, ashtu siç mund të ketë opozitar me ndërhyrjen e këtyre, por edhe për shkak të një analize që unë kam kërkuar që të bëhet, dhe zoti Berisha ka thënë që do të bëhet analiza shumë shpejt e zgjedhjeve 11 majit,
sepse ka probleme me strukturat opozitës dhe Partisë Demokratike, të cilat nuk janë unike as në Bashkinë e Beradit, po besoj që edhe në bashki të tjera për shkak të ndërhyrjes së mazhorancës, qeverisjes, pakënaqësive me listat e mbyllura e me radhë. Por unë kam i besim të patundur që zoti Paullo Scarpa do të marrin edhe vota personale për shkak të njojeve dhe është Nakalaja Beradit, birja se zoni i Magalemit, dhe besoj që do të ketë ndryshim. Por në zgjedhjet e pjeshme, e kam thënë dhe them që gjithnjë ka fituar pushteti dhe në rastin konkret nuk kemi në një fushat të madhe dhe nga opozita e bashkuar dhe nga drejtuesit e opozitës bashkuar, përveç se kjo u ndje vetëm në Tiranë, derisa mori vendimin gjykata kushtetuese. Dhe unë mendoj që pjesëmarrja do të jetë shumë e ulët në rang vendit të 5 bashkit, unë them që nuk i kalojnë 20 deri 25%. 20-25%. Mesatarja për bashkët, diku do jetë 20, diku 30 e me radhë. Raporti mes qendrës dhe periferisë, duke qenë që e kalove pak tematikën tek zgjedhjet që do të mbaheshin edhe në Tiranë, por për shkak të gjykatës kushtetuese u devijua ajo që pritej të ndodhte. Raporti mes qendrës dhe periferisë, një kandidim, një proces votimi pagar, me personazhe të futura dhe të mbështetura si kandidat të pavarur, po edhe nga ana e Partisë Socialiste nuk ka pasur garë të hapur, përveç se podcastet që ndoqëm pak ditë më parë, ku ishin të ftuar të 5 kandidatës, njëkohësisht dhe jo, siç kemi mësuar të shohim kandidatët të marrë dhe për të ngritur në piedestal, për treguar punën e tyre etj. Që strategjia e Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar në këtë zgjedhje i qëndron në linjës saj që me Ramën nuk mund të ketë zgjedhje, edhe për të bashkuar faktorin opozitar, vendosi, duke ditur që zgjedhjet edhe të pjeshme do të ishin fars, vendosi që të zgjedhej kandidat pavarur për të parë edhe për t'i afruar edhe partitë e tjera aleate të opozitës bashkuar. Kështu që unë përsëri jam i bindur që ministrat ishin terren, pra të tjerit bindur, që nga Beradi ministri i shtetit, gjithë deputetët e Partisë Socialiste, drejtorët. Po pse është mbajtur kaq hermetike kjo pjesa e përfaqësimit të liderëve në terren? Sepse me fjalë Partia Socialiste punon me metodat të tjera, pra metodat e presionit, të administratës, me metodat e joshjes, madje edhe mbrëm ka pas lëvizje mjetesh në zonën të Lagut në informacionet që unë kisha, dhe Partia Socialiste i ka pas bashkitë e saja, pra i ka gjitha mundësit përfitore, përveç se mund të ndodhin në ndryshim vetëm nga pakënaqësia qytetare, por unë e ka thash në fillim që këto zgjedhje të pjeshme janë të vështira, nuk e di çfarë mund ndodhin me Matin për shkak të një kandidate tjetër e pavarur kryetare e gruas. Mati sigurisht që ka qenë në zonë e djathtë. Shkojmë në Mat, Altin Bojni nga Partia Socialiste, Eduard Brahilika i pavarur, i mbështetur nga Partia Demokratike, avokat, ish drejtori i Burgut Sigurisë së Lartë në Burel, dhe Suzana Pasha e pavarur, kryetare e forumit të gruas së Partisë Socialiste në Mat, avokate me përvojë në fakt. Ka dalë e pavarur dhe ka sfiduar përfaqësimin e Partisë Socialiste, tek shohim tani tabelet. Regjia herbasera i vendos ato, është bashkia Mat në këto momente, që ne po diskutojmë në transmetim me zotin Maliqi. Nga një koment për secilën prej figurave, zoti Eduard Brahilika i mbështetur nga Partia Demokratike, një figurë shquar, avokat, ish drejtor i Burgut të Sigurisë së Lartë, një njeri me përvojë në jetën e përditshme, ka ndihmuar shumë njerëz, ka krijuar përshtypjet e veta dhe pa diskutim profesionistët kanë një tjetër qasje, ndoshta nuk janë politikanë shumë të zot, por kanë dhënë kontributin e tyre. Po ashtu edhe Suzana Pasha, po ashtu edhe zoti Altin Bojni. Një koment për secilin. Shiko, nuk kam njohje për të 3 personat që veç nuk i njoh, por di situatën politike në Mat, e cila ka ndryshuar për shkak të masakrës me pak vota, por gjithnjë bashkia e Matit për 4-5 mandate apo më shumë është drejtuar nga Partia Demokratike. Nëse opozita e bashkuar e mbështet seriozisht kandidatin e pavarur, në Mat fiton. Çfarë do të mbështet seriozisht? Po sepse nëse e mbështet fuqishëm, siç mund të mbështeste një kandidat të tyre, sepse për shembull vin nga Berati. Një pjesë të djathës me fjalë shprehen që e donim kandidatin ton, siç shprehen dhe kudo. Pra, unë mendoj që në Mat, nëse gara është reale dhe mbështetja është reale nga opozita
e Bashkuar fiton kandidati i pavarur që mbështet në opozitë e Bashkuar për shkak të ndarjes që bën sepse edhe zonja kryetare e gruas nuk është pak, ka një fuqi. Dua një koment për të pasi ka sfiduar edhe vendimin e Partisë Socialiste. Nuk e njoh, e përgëzoi për Kurajon dhe Kurajo të tilla duhet të ketë te forcat e mëdha politike edhe në zgjedhjet e ardhshme që janë shumë afër mbas një viti, në mënyrë që balancimi i pushteteve, autonomia vendore të marrë një fuqi më të madhe kundër ekzekutivit i cili ka kapur dhe pushtetit lokal tashëm. Dhe siç e keni parë, imagjinoni Velian e shkarkuan me fjalë jashtë ligjit, jashtë kushtetutës, edhe Këshilli Bashkiak bëri 2 shkelje, jo vetëm që komandoi, që s'ka të drejtë komandojnë kryetar, po kryetari që është i paraburgosur delegon firmën te nën kryetari dhe vazhdon detyra derisa kryetari të marrë vendim të formës prerë. Këtu ndodh çudia në Shqipëri për shkak se Rama i ka kapur gjitha institucionet, urdhëron Këshillin të komandojë, që s'ka kompetencë fare të komandojë kryetari. Nuk kam qenë vetë kryetari i pushtetit vendor dhe di shumë mirë kompetencat që ka kryetari i pushtetit vendor. Nuk mund të shkarkohet, është i zgjedhur nga populli, vetëm kur vdes mund të bëhen zgjedhjet, ose kur dënohet me vendim të formës prerë, ose kur braktis detyrën për 3 muaj me vetdijen e vet. Kështu që në rastin konkret dhe nga konteksti që ne flasim, po edhe me zotin Zekti, po edhe me ju, po edhe me të tjerë ekspertë në studio që kanë pasur edhe kolegët gjatë ditëve të mëparshme, nuk ka një sens protagonizmi ndoshta nga asnjëri prej kandidatëve. Fakti që nuk ka pasur një fushat të mirëfillt për ta i ka lënë në të njëjtat kushte të barabarta, apo ka sens se në kushtet e barabarta, për shembull, kandidati i Beratit në rrjetet e vija sociale ka ftuar kandidatin madje edhe ministrin e shtetit dhe kandidatin e Partisë Socialiste përballë në debate televizive, në ballavaçim dhe nuk mori asnjë përgjigje. Kështu që për sa i përket integritetit, kandidati i pavarur i Beratit është shumë më lart. E kam në tërësi, në fakt? Në tërësi, sepse nuk ka qenë një angazhim shumë i madh për këto bashki për shkak të zhgënjimit total që ndodhën në zgjedhjet e 11 majit dhe masakrës së madhe dhe nuk kam besim që me Ramën mund të ketë zgjedhje, prandaj është domosdoshme protestat nga opozita, është domosdoshme analiza nga opozita, është domosdoshme dhe këto 2 komisionet që u ngritën, reforma territoriale dhe komisioni i reformës zgjedhore, të jenë në shërbim të qytetarëve, në shërbim të edhe të opozitarëve. Ka të bëjë pak edhe me kontekstin ku po zhvillohen. Sepse në Shqipëri e nderuar qytetar, na 2009 dhe këtej nuk ka zgjedhje parlamentare, nuk ka deputet zgjedhur nga populli, asnjë treta nuk zgjidhet me votën e popullit, zgjidhen deputet me listë partie, zgjidhen deputet servil, të paaft, më keq akoma me lista të mbyllura. Dhe ne që takojmë qytetarët na thonë që t'japim votën po fiton tjetri, po na zhgënjeni e gjitha me radhë. Prandaj ka ardhur momenti i ndryshimit të reformës zgjedhore dhe i ndryshimit me fjalë të reformës territoriale. Flesh informativ në News 24 deri në orën 10 publikon pjesëmarrjen, e komentojmë së bashku në Vlorë. Deri në orën 10 ishte 2.21% kam përshtypjen, Tepelen në 8.91%. Shohim të gjitha qytetet të pas do të bëjmë një krahasim me të orës 9. Deri në orën 10 Bashkia e Cerrik 6.75%, ka një rritje Cerriku në krahasim deri në orën 9, pra si duket qytetarët kanë filluar që të shkojnë për të votuar. Berat 5.13% deri në këto momente, deri në orën 10 janë këto të dhënat e përditësuara nga KQZ, teksa kreu i KQZ Ilirian Celibashi ka diskutuar edhe pak më herët në media. Në Vlorë deri në orën 9 të mëngjesit Zoti Maliqi ka qenë 1.33%, ndërkohë shohim një rritje të lehtë dhe sipas edhe komisionerit Vlora është bashkia me më pak numër votuesish deri në këtë moment, pra që të dalin për të votuar, ndërkohë ka numrin më të lartë të votuesve në rang vendi, pra 171.000 pik disa votues dhe më pas shohim një kontrast. Numër të lartë në përfaqësim, numër të ulët për të shkuar për të votuar. Sepse pavarësisht të rezultatit dhe kush do fitoj në Vlorë, mund fitoj edhe i majti me pak vota, tregon bojkotin që socialistët, demokratët me fjalë po i bëjnë zgjedhjeve në rang Shqipërie, sepse nuk kanë me besim, edhe me talle që bëri në Vlorë, imagjinoti me ish kryetarin e parë Lelin, që 4 vjet me fjalë çfarë nuk i bëri kryetarit të bashkisë për shkak të interesave korruptive që nga porti i Vlorës, apo edhe tokat që keni parë drejtorët e kadastrave, disa futen burg, disa shkarkohen
janë rreth 10 drejtori hipoteke ka dasë që shkarkuar për shkak të interesave korruptiv të pronave. Ndjes, në mat 12.59%, ndërkohë në mat. Dhe e njëjta gjë ndodh në Vlorë, shkarkoi me fjalë 16 Doreqen Dreda, vajti ambasador. Këto janë të gjitha për interesa korruptive të qeverisë dhe të kryeministrit. Ndërkohë në mat kemi një shkuarje të numrit të votuesve të lartë kanë përshtypjen, sepse deri në orën 9 ishte 6.2% dhe është dyfishuar me 12% në mat. Për shkak të 3 kandidatëve dhe roli që ka dhe kandidatja e pavarur e gruas. Kjo ndodh në mat. Ndërkohë komentojmë pak Bashk Cerriku në këto momente, Florenc Doka nga Partia Socialiste, Eli Gertima Lëvizja Shqipëria Bëhet dhe Amarildo Hoxha i mbështetur nga Partia Demokratike mjek familjar në njësinë administrative KLOS, ndërkohë shohim zgjedhjet e kaluara 59.53% Partia Socialiste dhe 29.36% Partia Demokratike. Votues në këto zgjedhje janë 38.724, ndërkohë nuk e di si ke parë figurat, fakti që Lëvizja Shqipëria Bëhet futet në lojë bashkë me Partinë Demokratike për të mbështetur dy kandidat, pra është Eli Gertima nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, Amarildo Hoxha, pra nëse mund t'i quajmë të dy të pavarur. Pra nuk e njoh përsëri kandidatët, e njëjta pothuajse përqindje në rënje në krahasim me zgjedhjet e kaluar lokale, të rregullta lokale, të njëjtën fenomen që po ndodh në të pesta bashkitë do ndodhin. E kam thënë dhe them që këto zgjedhje nuk e kapin 20, 25 deri afërsisht 30%. Në krahasim që ka qenë 37 deri 41% në zgjedhjet e para. Ndërkohë kreu kyçezor Celibashi vijon të jetë live, ne do e ndjekim për pak momente për të kuptuar se çfarë është duke u diskutuar në takimin që ai ka me gazetarët. Faleminderit. Ditë mbarë. Po, gëskërë. Kam përshtypjen që është shkëputur takimi me gazetarët, ka zgjatur për rreth 15 minuta, kanë dalë edhe të dhënat për sa i përket numrit të votuesve deri në orën 10, janë përditësuar të fundit në orën 9, teksa shohim tani kemi të dhënat e numrit të votuesve. Vjojmë me një tjetër bashki, jemi në Bashkinë Tepelen. Zoti Maliqi i komentojmë edhe Bashkinë Tepelen së bashku, Gramo Sako nga Partia Socialiste ish komandant i Gardës së Republikës për 10 vite dhe Gabriel Guma i pavarur i mbështetur nga opozita. Gabrieli është vetëm 26 vjeç, artist, arkitekt, kandidon edhe biznesmen. Kam dëgjuar që po 68% ka qenë në zgjedhjet e kaluara Partia Socialiste dhe 21%. Pritet të ketë një lëvizje me 12.667 votues që kanë të drejtë vote në Bashkinë Tepelen? Kam dëgjuar fjalë të mira për kandidatin e pavarur. Për Gabrielin. Kam dëgjuar fjalë të mira për mbështetje aty, nuk e di, edhe njëherë kam ngul tek fushata që do të bëhet, na vota që do të marrin nga elektorati gri apo të majtë e zhgënjur, roli opozitës bashkuar për përqindjen që ka. Zoti Sako e njoh se ka qenë komandant i Gardës, për fjalë personalisht, ka një informacion që nuk është banor i Tepelenës dhe nuk është regjistruar dhe në bazë kodit zgjedhor nuk lejohet, automatikisht bie, nuk e di se si do të veprohet në ankimimin KGZ, po informacionet që ka marrë dije dhe në disa portale nuk është regjistruar. Pra, që të konkurosh në një bashki, do të jesh banor i asaj zone. Çfarë mund të krijojë kjo ndërkohë? Kjo larjen e mandatit. Pra, me vendim të KGZ-s pastaj me ankimim, vendin e mandatit, po sigurisht që do vej ankimimi në KAS edhe në kolegjin zgjedhor. E nderuar dhe nderuar shqiptar, në Shqipëri ka vite që nuk bëhen zgjedhje. Unë që po ju flas me fjalë këtu, kam qenë kandidat në zgjedhjet e rregullta në Bashkinë e Kuçovës, ku humba me pak vota Bashkinë e Kuçovës, dhe po vazhdoj me një kalvar drejtësie që ta dinë gjithë shqiptarët. Kam akuzuar për krim elektoral, korrupsion, për ligjet e kanalizimit ish kryetarin e bashkisë dhe po ju tregoj vetëm kalvarin e fundit çfarë po ndodh, me fjalë për 2 vjet s'ka ndodhur në asnjë vend të Shqipërisë, në asnjë zgjedhje të Shqipërisë. Pra në bazë ligjit dekriminalizimit për një fshehje të dënimit në Greqi, Hajdari i famshëm i Kuçovës duhet ishte shkarkuar. Rasti i veçantë që Celibashi e mban në detyrë, më pas ne ankimuam në KAS, KAS-i na jep të drejtë dhe rikthen te Celibashi për shkarkim, ndërkohë Spaku e dënon me 1 vit burg me gjykim të shkurtuar
9 muaj burg dhe 150 orë punë, ndërkohë që nuk e kanë ankimuar në apel, do të thotë që ka pranuar Hajdari fajin dhe në këto momente kryeministri në bazë ligjit dhe kushtetues duhet ta kishte shkarkuar. Por çfarë ndodh? Avokati i Hajdarit famshëm e ankimon në gjykatë administrative vendimin e KAS. Gjykata administrative fillon gjykimin, në momentin që ne vëm para një viti për të marrë pjesë në gjykim, gjykata thot jam pushim, sepse jam një vit me leje lindje, kthehet mbas një viti me leje lindje dhe mbas 2 seanca merr vendim shpall mos kompetencën dhe delegimin e çështjes përsëri te Celibashi. Pra, Spaku, KAS-i dhe gjykata administrative ja çon përsëri topin Celibashit sepse në bazë të ligjit të dekriminalizimit duhet të kishte lënë detyrën. Por ai po e mbaron mandatin, qet, një me të kallëzime i kanë Spak, janë thirrë disa drejtorë, që do të thotë tregoj këtë histori dhe këtë shembull që këtu në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje, këtu në Shqipëri drejtësia vepron me 2 standarde, këtu në Shqipëri institucionet i zbarisin qëllimisht për ta mbajtur me fe për shkak të mbështetjes politike, oligarkike, interesave korruptive, kryetarët e bashkimeve në detyrë, ndërkohë që në bazë ligjit. Ndërkohë, zoti Maliqi, duhet të shidikur detyra. A ka një strategji për të shmangur një përplasje direkte, gjithmonë nëse është kështu mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, duke qenë që u zhvendosën debatet në nivel kandidatësh, jo PS-PD? Shiko, Partia Socialiste ka qenë e gjitha në terren, por unë jam njeri i terrenit, pavarësisht se kam qenë 2 herë deputet, po kam qenë kryetari i pushtetit vendor dhe drejtues politik, por e kam filluar që na kryetar grup seksioni deri antar kryesie, antar i Këshillit Kombëtar, pra e njoh mirë terrenin. Pra janë ngritur shtabe të fuqishme të Partisë Socialiste me porositë të ministrit të shtetit, kryetarit bashki, prefekt, drejtorat, bale edhe në orare të zyrtare. Pra, tjeri të bindur që është e fokusuar 100% Partia Socialiste në këto zgjedhje për të treguar për një fitore me përqindje, me fjalë për të hedhur i sy shqiptarëve që ne fitojmë pa probleme zgjedhjen. Kurse në kampin tjetër nuk është ky angazhim kaq i madh, angazhimi është vetëm më shumë nga kandidatët, nga opozita e bashkuar nuk shikoi në një reagim të fortë të ndjeshëm, saqë shumë veta nuk dinin që kishin zgjedhje për ditën e sotshme dhe kjo është edhe një strategji e opozitës për t'i lënë të lirë kandidatë e pavarur me mbështetjen e opozitës që të punojnë edhe më të lirshëm dhe për të parë që dhe ata vetë. A ishte ky momenti për t'i lënë të lirë kandidatët? Besoj që ka qenë momenti dhe për t'i thënë faktorëve tjerë politik që në zgjedhjet e ardhshme të 2027 do të jemi të bashkuar përballë këtij regjimi dhe mendoj që ka një strategji e mirë dhe për t'i thënë kandidatëve të pavarur që ju vetë keni faktuar procesin me fjalë zgjedhor. Për shembull, kandidati i pavarur që është në Berat, inxhinier Pavlo Shkapa, në kontaktet që unë kam pas me të edhe ditën e djeshme, edhe para 2 ditësh, por edhe në lëvizjet që patëm në zonë, ka konstatuar shumë shkelje dhe te Partia Socialiste dhe vetë duart në kokë me fjalë që janë këto zgjedhje e me radhë. Ndërkohë që nuk e njihte mirë procesin zgjedhor se si ndodhte, por që ka konstatuar shkelje të rënda, gjë që kur i konstatojnë kandidatët e pavarur, imagjino me fjalë kandidatët e forcës politike të opozitës. Po kjo mungesë e këtij debatit politik publik, a ka ndikuar se ne po shohim edhe të dhënë atë që ka një numër të ulët të numrit të votuesve, do të ndikojë në gjithë procesin deri në final? Po sepse do të ndikojë, sepse ka një zhgënjim të madh te qeverisja, shumë socialistë nuk do vënë për të votuar, si edhe një pjesë e demokratëve sepse donin kandidat të tyre dhe këtu është bërbalë çdo gjë. Pra, mani mend ju që Ilir Meta, i burgosur politik, me fjalë për një audio përgjim 700.000 euro, që doli pa fajshëm pasaj në gjitha hetimet, me fjalë u vran 4 qytetar, u bë protestë së dhunshme, u goditën policë me unje me shkopinj, dhe imagjino tani ti tuneli Palloshit, 50.000 euro, me fjalë 50 milion euro dhe nuk ka reagim. 130 milion euro me fjalë iniciator nuk ka reagim. Pra jemi në një situatë tepër të vështirë, por dhe socialistët vetë ka kuptuar dhe po presin e opozita se duan rotacion politik. Për shembull, dhe Partia Socialiste ndodh ky fenomen. Tahiri, kryetari i Partisë Socialiste, ish ministri i Brendshëm që mbolli Shqipërinë me drogë, me porosi te Edi Ramës, vajte edhe në shtëpinë e bardhë, ishte personi që synonte të merrte drejtimin e Partisë Socialiste. E futi në burg, tjetri që synonte të merrte
drejtimin e Partisë Socialiste, Erion Veliej, që ai e thoshte edhe vetë Rama gjutavar në PEM, ka një grup thot sabotator, Erion Veliej me ish-ministrin e brendshëm, por do të varet në PEM, edhe atë e goditi. Tani e treta e vërteta, na doli një zonjë e hekurt, Balluku, e cila u more pandehur nga Spaku, vazhdon detyrën e qetë dhe vetë i thot palloshit i gjatë, apo pik ato mesazhet me berberin që ka në burg dhe i thot që unë vërtet jam femër, por jam edhe burr. Edhe i ka bërë presion të drejt për drejt sa që nuk e shkarkon dot në detyrë. Pra e treta e vërteta që ka një përplasje të madhe dhe donën të gjitha faktet që Arben Ahmetaj, i cili tha që unë po t'isha dorëzuar aty, s'do isha i gjallë, pra shpëtova dhe gjitha faktet i tha Arben Ahmetaj për Erion Veliej, për të gjithë të tjerë, Ballukët, të tërë po dalin. Pra jemi në një situatë të një pakënaqësie masive tek Partia Socialiste, tek një përplasje brenda llojit, por duhet një angazhim i madh tek Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar. Krahas analizësh duhen protesta që zoti Berisha ka paralajmëruar në fakt. Duhen protesta të fuqishme me një strategji tjetër, sepse me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje. Siç nuk do ketë edhe në këto, do ketë reagim. Siç nuk do ketë në shumë bashki, do ketë reagime në këto 5 bashki, dhe do shikoni dhe përqindje, por do shikoni edhe problemet që do nxjerrin kandidatët e pavarur të mbështetur nga Opozita Bashkuar. Ndërkohë, si e vlerësoni faktin e komenteve të artikuluara publikisht që ka qenë një fushatë e qetë, por pritshmëritë janë të larta nga të dyja palët. Është një paradoks ky? Po shiko, pritshmëritë mund të kenë, sepse kandidatët, secili kandidat lufton për fitore. Fushata ka qenë e qetë, sepse që nga lideri Berisha dhe drejtuesi Partisë Demokratike nuk erdhën në terren, përveç se drejtuesit politik liçarqeve apo deputet dhe strukturat Partisë Demokratike të Partisë Lirisë, apo dhe të partive tjera aleate, pra nuk pati, përderisa nuk pati përplasje dhe debate midis kandidatëve, nuk mund të ketë, por vetë bojkoti, pjesëmarrja, tregon shumë domethënie. Pra, t'jeni të bindur ju që administrata e shtetit, e cila është të i fryrë, do të shkojë për të votime, për shumë marrim Beratin, bashkinë e vetëm bashkia ka 1.000 punonjës, për na 4 i bie 4.000, po janë 1.000 e sa 2.000 janë të punësuar nga drejtorit, pra vetëm këta do vend. Edhe në qoftë se Partia Socialiste do të marrë 8.000, 9.000 apo 10.000 vota, është vetëm administrata. Pra do bet krahasimi sa ka marrë. Ka marrë 16.000, nëse merr 10.000 ka bojkotuar 6.000 socialistë. E njëjta fenomen ndodh edhe këtu. Prandaj t'jeni të bindur që socialistët që nuk janë të punësuar, por që janë të zhgënjur, nuk vën, kurse të tjerë do vën. Ai që vetë për bukën e gojës, ai do vë se ikën na puna. Pra gjithë administrata që themun 8.000, 9.000 apo 10.000 berat, do vën të gjithë rresht sepse ikën na puna. Kurse po të ishin zgjedhje të lira, të barabarta, që dhe administrata nuk ishte nën diktat dhe nën kontroll, atëherë unë isha i bindur te një fitore jo vetëm Berat, por të gjithë. Gjithsesi te Berati besoj dhe shpresoj te figura e inxhinier Pavlo Shkarpës, i cili pothuajse më shumë vota i ka personale. Ndërkohë, rikujtojmë edhe njëherë teleshikuesit, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, po shohim përmes fleshit informativ pjesëmarrjen deri në orën 10, Bashkia e Pelen 8.91%, Bashkia e Cerik 6.75%, jashtë kjo pjesëmarrja deri në orën 10 të paraditës së sotme ku po zhvillohen zgjedhjet. I komentojmë bashkë zoti Maliqi, pjesëmarrja deri në orën 10, zgjedhës të regjistruar në Bashkinë Berat 82.161 dhe pjesëmarrja është 5.1%. Po ta them po e nis në Berati unë vetëm. I bie që në ora 7 deri në 10 janë bërë 5.5%. Që i bie janë dhe 9 orë për të votuar. Pra për 3 orë janë bërë 5%, për 9 orë i bie 3 herë 5, 15, 20%. Ja 25%. Imagjino çfarë bojkoti është. Kur them Berati, Vlora, tjetër. Ja shohim bashkë. Kemi një bojkot. Vazhdojmë në një tjetër kemi një bojkot të zgjedhjeve. Bashkia e Pelen nga 12.667, 8.75% pjesëmarrja deri në këto momente, deri në orën 10, pjesëmarrja e ulët edhe në Bashkinë e Pelen. Shohim më tej një tjetër bashki për të kuptuar se si është pjesëmarrja, Bashkia Mat. E diskutuam pak zoti Maliqi që në Mat ka relativisht, nëse mund të quhet në krahasime të tjera që ka më pak, pjesëmarrje e lartë, zgjedhjet të regjistruar 29.092 dhe 12.58%. Të shkaktë gares janë 2 brenda llojit të fortë me fjalë. 2 brenda llojit dhe brenda Partisë Socialiste. Është dhe ajo e fortë atje dhe prandaj unë shpresoj që këtu të ketë një fitore të opozitës për shkak të përplasjes midis dy kandidatura. Pra duhet t'ju them edhe një herë shqiptarëve që
edhe në kontaktet që unë kam, edhe në zona ime, disa nuk vëmë për të votuar, dhe po i kam telefonuar që në mëngjes që duhet vëmë për të votuar, sepse nuk kanë interes kot që të vëmë të për të votuar, nuk ndryshon gjë, ky vend zbet, atë që kam thënë një fillim, që ka nevojë për reformë zgjedhore, ka nevojë për reformë territoriale, dhe kjo reformë territoriale ku s'mori pjesë Partia Demokratike me 61 bashki është larguar vëmendja fare nga fshati është lënë në arrest, ndërkohë që popullsia në fshat është më e madhe se në qytet. Ndërkohë, përveç votuesve qytetarëve, kanë votuar edhe kandidatët e të gjitha kave politike, Vlorë, Berat, Cërik, Tepelen. Do të ndjekim tani edhe në Mat, do të ndjekim momentet kur ata kanë shkuar për të votuar. Besoj që janë mbyllur të gjitha bashkitë dhe votimi nga ana e tyre ka ardhur, i ndjekim në këto momente. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një parti socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit, edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjithësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Duke se ka një pjesëmarrje të ulët në këto momente, mendon se do të ndikojnë procesin zgjedhor dhe ajo kënaqje fitore me këtë pjesëmarrje? Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Zëra Mersini, çfarë simbolike ka shiu në Vlorë? Gjithmonë varësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë i njohim. Sot është detyrim i të gjithë qytetarëve që mos ta lëm votën, që të fleri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenesë së lagjes. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Sot a keni diçka të thënë për pjesëmarrjen e votuesve të cilat duke pak e vakët deri në këtë moment të pak? Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që i kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë i ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çoni, shpenzoni 10 minuta të jetës suaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit të Vlorës. Procesi deri në këtë moment keni pasur probleme, keni raportime për probleme vonjesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa i përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim, është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe i bëj thirrje dhe i them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos në një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora. Sa besoni sot zoti sot tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëushtarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Pse qytetarët vlorënjak duhet të zgjedhin emrin këtu për të votuar? Sepse unë kam shpalosur të gjithë programin dhe jashtëzakonisht e them me bindje të plot, kam programin më të mirë dhe jam një djalë i cili ka lindur dhe është rritur në këtë lagje, këtu kam filluar shkollën fillimisht në këtë
zonë votimi ku unë sa po votova sot, dhe jam një djalë që jo vetëm e dua me shpirt, e kam marrë aromën e këtij qyteti që në momentin që kam lindur. Nuk jam një kalimtar dhe nuk jam një pseudo idealist. Jam idealist i vërtet dhe këtë e them me shpirt. Bëjtjeve të gjithë qytetarëve në Deratë, të bashkojnë këtij procesi, të drejtojnë drejtuesve të votimit dhe shprehin vetën e tyre. Zoti Demo, qytetari i Bashkimit të Beratit me 106%, krahasuar me kandidatin demokrat. Keni arritur të bëni një parashikim ose një objektiv, duke qenë se nuk e keni pasur fushatas të në Partinë Socialiste. Zoti Demo. Besoj që do jemi pak a shumë të njëjtat shifra, në të njëjtin rezultat. Sa po votova në fshatin tim të lindjes këtu në Vic dhe u bëj thirrje gjithë banorëve të Bashkisë të Belen të dalin masivisht në votime të shprehin vullnetin e tyre të lirë. I bëj thirrje të gjithë apelensëve të dalin dhe të votojnë masivisht, të dalin dhe të bëjnë zgjedhjen e duhur. Ju faleminderit që më erdhët, ju faleminderit pafund. Keni patur ndonjë problematikë, raportim për problematika sa i takon votimeve? Absolutisht, dhe është unë jam pasmarrë dhe më përpara me këto zgjedhje, por jam shumë i lumtur që këtë radhë është tepër demokratike, njerëzit dalin me dëshirën e tyre. Nuk ka incidente, nuk ka probleme ose vonesa? Jo, deri tani vonesa edhe ka patur absolutisht, por incidente se besoj të ketë në asnjë lloj mënyre. Ftoj të gjithë banorët e Bashkisë së Rikut të marrin pjesë masivisht sot në kutitë e votimit, edhe sepse e vetmja mënyrë dhe i vetmi mjet që kemi për të vënë Bashkinë e Rikut në punë është vetëm vota. I ftoj masivisht të votojnë. I bëj thirrje qytetarëve të Rikut të votojnë masivisht, sepse është drejt ligjore të votojnë, shprehin mendimin e tyre. Kushdo qoftë që të fitoj, uroj të shërbej Cerrikut sepse bashkia nuk është politik, por është shërbim. Uroj dhe shpresoj mos ketë ndërhyrje dhe presione nga jashtë. Respekte, faleminderit gjithëve. Keni sinjalizime për ndërhyrje apo? Për momentin jo, nuk kemi ndonjë problematikë. Zotja po shkon mirë. Një koment për Jo, në sa ka informacion duket se i ndruan komisionerët. Është shok. Nga krahasime me zgjedhjet e fundit janë 3000 votues më shumë. Keni koment për këtë pjesë? Jo, nuk kam. Faleminderit gjithëve. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për të ardhmen e bashkisë tonë. E diela është ditë e votuesve, ditë e vendimit, dita e fjalës së qytetarëve. Ju ftoj të dilni të gjithëve në votime, me qetësi edhe me dinjitet. Mesazhi im për popullin e Matit sot është për një drejtim të ri, për një ndryshim të mënyrës se si është qeverisur Bashkia e Madhe. Dhe atë e kam thënë nëpërmjet gjatë gjithë fushatës time elektorale, e them dhe sot, mesazhi im për matjanët, dilni nga shtëpitë e votimit, votoni për ndryshimin. A ka pasur pak e ulët? Keni mesazh për Shqipëria po të kurret çdo ditë. Ne s'kemi po t'i marrin njerëzit. Tan po braktiset çdo ditë. Nuk është faji im si kandidat sot, por është faji i keqeverisjes 13 vjeçare. A ka raste të denoncimeve sa i përket këtij procesi për krime zgjedhore apo diçka tjetër? Atëherë, unë kam thënë, kur kam hyrë në këtë garë, kam hyrë me bindjen e plot për të marrë të gjitha masat për të që populli i Matit votojë lirë. Është e pamundur, jo e pamundur, por i kam bërë gjitha përpjekjet e mia, por komisioner në qendra votimit edhe punojës të administratës publike pranë qendrave të votimit janë problem gjithmonë. Nuk është problem vetëm atë, është problem gjithë Shqipëri. A ka pasur raste evidente, keni konstatuar? Po, absolutisht, edhe unë. Kam qenë edhe unë prezent për ku kam konstatuar edhe grupet e punës mia, pjesë e shtabit elektoral, vëzhguesët tanë në qendra votimi, është një problematikë. A i keni denoncuar këto raste? Atëherë unë kam stafin tim elektoral dhe për çdo rast që do të konstatohet shkelje
kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, normal që do ketë kallëzime. Deri në këtë moment e ka pasur ndonjë kallëzim? Unë thash edhe një herë, unë kam stafin tim elektoral. Unë kam informacionet e plota, kam indicia, do të shohim fakti penal vërtetohet në forma tjera. Unë kam indicia, por një fakti i shumë mirë që të gjithë komisionerët në 47 qendrat e votimit janë punojës administratës Bashkisë Madh dhe janë patronatistë. Fjala e fundit ishte nga Mati, Eduard Brahilika, avokat, kandidat për këtë bashki, tekste janë edhe 2 kandidatë të tjerë. Ndërkohë, pa të mundësin të ndiqnim para pak qastesh, fjalën e një pjesë të mirë të kandidatëve në të 5 bashkitë e vendit ku zgjedhjet janë duke u mbajtur aktualisht procesi i votimit. Nga Vlora patëm pritshmëri të larta, jemi të kënaqur tha kandidatja e PS-s në Vlorë me pjesëmarrjen, teksa pjesëmarrja në Vlorë nga ana tjetër është e ulët, ndërsa Dionisota u shpreh se ishte koshient për këtë pjesëmarrje. Deklarata që do të keni mundësi të ndiqni edhe në Balkan Web, në YouTube, në çdo platformë tjetër që News 24 është. Unë të falenderoj shumë zotin Maliqit që të kisha në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Priten të tjerë kandidatë dhe kandidati i Partisë Demokratike në Berat pritet pas pak, apo jo, në orën 11 e ka caktuar për të dalë. Po mund të bëj një koment të fundit. Të gjithë kandidatët që pat, nuk pati fare entuziazëm, sikur nuk po vinin votime, po vinin për një vaki, vetë bojkoti deri tani tregon që populli është i mërzitur si maj dhe i djathtë, përveç administratës që do të vej me zor, ju e patë shumë mirë që thanë që dhe eshtja zgjedhore është thyer. Kandidatët e opozitës, edhe unë që jam kontakt me ta, du të bëj me dije që fondet edhe në mbështetje tyre ishin shumë të pakta dhe na telefonatat që kemi pasur. Administrata e shtetit dhe në këto momente që unë kam mesazh këtu, po vjen me makinat e tyre sepse kanë karburantin, kanë lekët, drejtorat, kryetarët e bashkive, prefektet gjithë me radhë, po marrin njerëzit, por unë do të them që këto zgjedhje të pjeshme janë një dështim dhe një shuplak për politikën shqiptare, për rilindjen në veçanti, por dhe një thirrje opozitës bashkuar për një ndërgjegjësim, për një organizim, analizë, ngritje, protesta, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme lokale, opozita e bashkuar të vejë e sigurt drejt fitores. Faleminderit zoti Maliqi, faleminderit edhe për vëmendjen të gjithë televizionistëve deri në këtë moment. Bashkë do ndajemi këtu, është kolegja Nisida Tufa pas pak vijon maratonën zgjedhore, vijoni qëndroni në transmetim të drejtë për drejtë me News 24.